Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride it out. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Drejtoresha Faragonda u shpëtua farlotëve të shelgut të zi. Dhe Flora, duke sakrifikuar veten për motrën e saj Miele, zbuloi fuqitë magjike Enchantix. Shumë interesante. Wow, çfarë? Në thuaj, çfarë po ndodh? Është e sigurt që do të ndodhte herët ose vonë. Është portali Omega që ka ndenjur shumë kohë hapur. E gjithë energjia negative që doli nga dimensioni është faktori kryesor që do të shkaktojë shkatërimin e botës. Atëherë ç'do të ndodh me Androsin? Ja, shikoje më mirë vetë. Androsi dhe dimensioni Omega janë të lidhur nëpërmjet portalit. Kështu që nëse një dimension shkatërrohet, të tjerët do të shkatërrohen në mënyrë të paevitueshme. Urdhëroni. Mjeshtri Saladin, më thoni çfarë shkaq e rëndësishme që ju jeni munduar të vini për të më bërë vizitë në mes të natës? Sa po morëm vesh Faragonda se Androsi është në rrezik, nëse portali Omega nuk mbyllet sa më shpejt e jetë e mundur, planeti nuk do të mbijetojë. Kjo është e tmerrshme. Është vepër e Valtorit? Në mënyrë indirekte, ishte magjia e tij e zezë që në fillim hapi rrugkalimin midis dy botëve. Fakti që s'u mbyll kur plotësisht çoi në këtë krizë të tmerrshme. Duhet të zgjoj Lejlan dhe vajzat. Çfarë gjëje në këtë botë mund të jetë kaq e rëndësishme që të ndërpres ëndrrën time të bukur? Dhe për çfarë po ndërroje ti, Stella? Sikur Brendani kishte flatra dhe ne po fluturonim drejt shtëpisë së tij mes rreve. Në ëndrrën time, unë transformova një shtëpi në një studio regjistrime të madhe. Jo! Leila, çfarë ke kështu? Prindrit e mi, s'mund t'i lë në palë. Zonja Faragonda, unë jam princesha Androsi, duhet të shkoj në shtëpi. S'mund të të lejoj të shkosh vetëm, është shumë e rrezikshme. S'ka nevojë të na thuash, ne do të vi me ty. Ti gjithmonë mund të mbështetesh tek ne. Ne jemi të gjitha këtu vetëm për ty. Në rregull, vajza, por keni kujdes. Mos merrni rreziqe të panevojshme. Saladini thotë që situata në planet po shkon gjithmonë më keq. Në rregull, pothuajse mbarova. Ja ku është gati. Tani rrugkalimi dimensional për na Andros mund të pranoj pasagjer. Faleminderit Tekna, je mrekullueshme.
Më thuaj, çfarë do bëhet me mbretërin ton? Hym brenda, këtu është shumë e rrezikshme. Madhëri, më shumë përbinqa po dalin nga portali Omega. Rojet sirenas mund t'i ndalin ata. Jo! Mos u shqetësoni, do të merremi ne me ata. Leila! Mami! E dashur! Leila, zemra ime dashur. Përse e bërë gjithë të rrugë deri këtu? Bi, tani asgjë nuk mund të shpëtoj Androsin. Nuk mund ta besoj, babi. Si mund të thuash diçka të tillë? Më fal që po tregohem kaq pesimist, por kam frikë se kjo s'mund të ndalet. Mos i humb kur shpresat, babi. Leila, mos u bë kokë fort. Ktheu në Alfea, të lutem, s'mund të rrezikoj të të humbas. Do të kthehem, babi. Pasi të gjithë së bashku do të përpiqemi të mbyllim portalin Omega dhe ta lirojmë planetin ton. A e dëgjuat, vajza? Le të veprojmë pra, flatrat magjike. Girls are the wings, energy created. Our magic powers, we're the wings. Enchantics! Magical powder. Maximum power. Enchantics. Powerful heartbeat. Powerful, magical. Wonderful dimension. Powerful enchantics. Incredible vision. Incredible power of wings. Enchantics. Vizitoni, kemi një portal për të mbyllur. Shko përpara, Leila. Unë do të vi shumë shpejt, do ta shpëtojmë Androsin së bashku. Unë kam besim tek ty, babi. Androsi shumë shpejt do të shkatërohet. Nuk je i shqetësuar që edhe strofka jote do të shkatërohet? Ajo ka të drejtë pa harruar sirenat që ke transformuar. Ato kanë qenë pashuese shumë të dobishme. Ku i dihet, mund të kemi nevojë përsëri për ato përpara se të mbarojë gjithë kjo. Unë gjithmonë kam supozuar që sirenat nuk do të mbjetonin pas mbarimit të fazës së parë. Çfarë? Pse u shokuat kaq shumë? Unë tashmë kam arritur të marrë të gjitha formulat magjike të Androsit dhe mund t'i vësh shumë mirë në zbatim magjitë e tyre. Atëherë, çfarë mund të përfitoj tjetër nga ky planet i mjerueshëm? Absolutisht asgjë. Shiko, janë wingsat. Tekna, ndonjë sugjerim? Po, barriera virtuale. Rrezatimi elektrik. Sfera e zjarrit! S'kemi kohë as të marrim frymë. Ato vazhdojnë të vinë. E di, Tekna, e di, por duket sikur është një tufë e pafund me gjithë këto krijesa të frikshme këtu. Një me 0 për Stelën. Stela, jo!
Është i pafund. Stella, mirje? Flora, si po shkojnë punët? Hej, Lira, ja ku është portali? Unë vetëm shpresoj të mos jetë shumë vonë. Duket sikur Wingsat morën fund. Po, ndihem pak keq. Çfarë thua kështu, Darcy? Të ka ikur mendja? Jo, as pak, unë thjesht mendoja se do t'ishim ne që do t'i shkatronim ato. Nuk e di, pas gjitha atyre betejave që kemi bërë me Wingsat. Po, edhe unë jam dakord të më duket se ato po na mashtrojnë. Po, nuk më mbushet mendja. Shkojmë! Pa prisni pak ju aty, ku mendoni se po shkoni? Vajtor! Pse doshit me ndalosh ne? Mendoja se ti ureje Wingsat po aq sa edhe ne? Ato zana s'kam po thuaj se asnjë mundësi mbijetese. Portali s'ka edhe shumë minuta kohë dhe Wingsat bashkë me të gjithë dimensionin do të harrohen. Atëherë më lejoni t'ju bëj një pyetje. Pse dëshironi të bashkoheni me fatin e tyre? Shpejt, mos e lejoni të largohet. Po, madhëria juaj. Leila, bia ime. Babi, jam shumë e lumtur që të shikoj. Ti më shpëtove jetën. Jo, Leila, mendoj se ti më shpëtove mua. Ti më dhe forcën që të kem besim dhe të vazhdoj të shpresoj. Jam shumë krenar për ty, zemër. Babi, të dua shumë. Madhëria juaj, ato po na sulmojnë. Babi, nëse mund t'i mbash të zënë, unë do të përpiqem t'i afrohem portalit dhe të shikoj nëse gjej ndonjë mënyrë për ta mbyllur atë. Kjo është shumë e rrezikshme. Nëse i afrohesh shumë hyrjes, kam frikë se ajo do të thith brenda dhe mund të ngjesesh aty për gjithmonë. Por është shpresa jone e fundit, duhet ta provoj. Jo, akoma jo. Te boku i mençur është duke ardhur. Ai do të di se çfarë të bëj. Ndërkohë le të merremi me përbindëshat. A mund t'i lirosh sirenat nga magjia e Valtorit? Unë besoj se mundem me pluhurin e zanave. Dakor, unë do të mundohem ti të rreq këtu. Roje, largoni, lërini pak hapësirë princeshës. Për Androsin! Pluhuri i zanave! Magjia e Valtorit u prish. Të lumë të zemra ime. Tani duhet të bashkoj me ushtarët e mi, ndërsa ti prit këtu te bokun e mençur. Faleminderit, princesh. Ajo magji ishte si një ëndër e keqe. Duhet të shkojmë, Lila. Valza, te bok, ne po ju prisim juve. Ania ti ju shkatërrua nga sirenat e Valtorit. Kështu që shoqëruam ne. Dhe në kohën e duhur. Pa shoqet e tua, s'do t'ja kishim dalë kur mban. Më bëhet qejfi që të shikoj përsëri, princesh. Ka më shumë përbindësa nga Joan. Oqeani i dritës! Goditi Roshan, shumë mirë. Ne do të merremi me përbindësat, ju merreni me portalin. Le të ndalojmë këtu, është me shumë rrezik të afrohemi më shumë. Te bok, çfarë po ndodh? Në fakt pjesërisht jam unë fajtor për këtë gjë. Shumë kohë më parë, unë ndihmova në ndërtimin e këtij portali. Për të mos lejuar aratisjen,
Ne e krijuam atë që as mos të hapej dhe as mos të mbyllej. Ajo duhet ishte një mundësi e mirë mbrojtje kundër krijesave të këqija. Por, me sa duket, ne nënvlerësuam fuqinë e Valtorit. Në rregull pra të bërë. Po pse nuk e harrojmë më mirë mbylljen e saj dhe të përpiqemi ta shkatrojmë në këtë moment? Këto dorëshkrime të lashta përmbajnë magjinë e mjaftueshme për ta bërë atë gjë. Na thuaj çfarë duhet të bëjmë te bok? Dua që të përqendroni të gjithë magjinë tuaj te dorëshkrimet. Të gjithë magjinë tonë? Në rregull. Kjo është shpresa jone vetme. I krijuar nga magjistarët më të mëdhenj të Androsit, ky portal s'do të ekzistojë më. Me fuqinë e Medak, magjistarit më të madh të gjitha kohrave, dorëshkrimet. Jo! Dorëshkrimet! Jo! Leila! Ktheu këtu, Leila! Dorëshkrimet ikën tashmë. Të bok, çfarë do të bëjmë? Rryma po bëhet akoma më e fuqishme. Duhet të largohemi menjëherë nga ky planet. Çfarë? Nuk mund të largohemi. Duhet të ketë ndonjë zgjidhje tjetër që mund të bëjmë. Kam frikë se portali është plotësisht jashtë kontrollit. E vetmja mënyrë për ta mbyllur atë është nga brenda. Po për ta bërë atë, nevojitet shumë fuqi dhe guxim, më shumë nga që mund të zotrojë një njeri. Mundësia jone vetme është të largohemi nga planeti. Unë po ju them se kurse si nuk do të lejoj që të shkatërrohet një tjetër planet. Nuk mund të bëja asgjë për Dominon, por mund të përpiqem të shpëtoj Androsin. Bloom, është përgjegjësia ime të shpëtoj botën time. Atëherë do ta bëjmë së bashku këtë. Unë mund ta bëj. Hey, shikoni! Tekna, çfarë je duke bërë? Tekna! Jo, ajo s'mund të rrezikoj jetën e saj për planetin tim. Jo! Ti nevojitesh këtu, Leila, për ndërtimin e planetit. Ajo që Tekna po bën, kërkon guxim të madh. Ne duhet ta lejojmë atë që të përmbush fatin e saj. Tekna! Ndryme portalin. Tekna, çfarë po përpiqesh të bësh?
s'ka këtu e të shpëtojmë atë. Më vjen shumë keq. Tekna tashmë është izoluar në një dimension të ngrirë. Nuk mund të bëj më asgjë për të. Tekna nuk është më. Duhet ta pranoj, këto zana e duan vërtet shumë sakrifikimin. Gjë e mirë, më do t'i duhet të bëjnë më shumë sakrifica. Mezi po pres. Me një wings më pak, për ne do t'jetë më lehtë t'i heqim qafe. Tekna u sakrifikua për të shpëtuar mbretërinë e Androsit, duke i dhënë valtorit fitoren e tij më të mirë. Pa Teknën, klubi i Wingsave s'ka më kuptim. E për zanat ka ardhur koha për vendimin më të vështirë. If you're a Winx, there's a place for you. Meet 1,000 friends to share your dreams and faith. If you're a Winx, you can never lose. If you trust your heart, you will then fly so high in the sky. Butterfly wings will carry you. Amazing adventures wait for you. Dreams beyond your illusions will soon come true. Secret worlds to discover ahead of you. Like a giant wave you broke in the hearts of those whom you love. If you're a Winx, you can be a star. The sun will guide your way, just like a blooming cloud. If you're a Winx, like an ecstasy, it's always gonna be joy and hope you feel.